Pse një vaksinë me viruse të inaktivizuara që kanë qarkulluar këtë vit në hemisferën jugore rekomandohet për ne që jetojmë në hemisferën veriore? Gripi qarkullon në mënyrë sezonale. Në hemisferën veriore, ku bëjnë pjesë Europa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendi ynë, sezoni i gripit është nga tetori deri në prill. Në hemisferën jugore, ku bën pjesë Australia, Amerika e Jugut, Afrika e Jugut, sezoni i gripit është nga prilli deri në shtator. Pra, në hemisferën jugore sa ka mbaruar sezoni i gripit. Këto dy sezone ndjekin njëri tjetrin. Prandaj, shkencëtarët vëzhgojnë cilat viruse po qarkullojnë në jug, për të parashikuar se cilët pritet të arrijnë më pas në veri. Mbartësit kryesisht janë njerëzit. Viruset e gripit udhtojnë me to. Njerëzit udhtojnë për turizëm, për punë, për migrim. Në këto udhëtime, ato mund të marrin me vete edhe viruset.